Mirë se vini në botën e yjeve. AstroChart, bëni subscribe për më shumë video. Shenjat e horoskopit që do të ndahen në dhjetor të 2025-s. Në vend të parë Briciapi. Dhjetori vendos Briciapët përballë një pyetje të madhe. A ja vlen ky raport për të ardhmen time? Nëse partneri nuk përputhet me planet e tyre afatgjata, Briciapi mund të tërhiqet ngadalë me qetësi kirurgjikale. Ky muaj sjell vendime të ftohta, por të domosdoshme. Por si rëndohen emocionet në fund të vitit. Nëse një marrëdhënie ka qenë e mbushur me lodhje, mungesë vëmendje apo pasiguri, dhjetori është hyrë drejt një çlirimi emocional. Ndarja për ta nuk është hak, por vetmbrojtje. Në vend të tretë të kësaj liste është Peshorja. Peshorja e uren shumë dramën, por në dhjetor mund të lodhet nga peshat emocionale të tjetrit. Nëse partneri është bërë i paqëndrueshëm ose i padrejtë, Peshorja e mbyll kapitullin me elegancë, duke zgjedhur paqen para iluzionit. Dhe në momentin që Peshorja e mbyll, nuk ka më kthim mbrapa. Kështu që kujdes.